Në prag të zgjedhjeve parlamentare që do të mbahen në 11 maj në Shqipëri, Kristo Papa, figura e njohur dhe një aktivist i zëshëm i diasporës shqiptare, ka bërë një hap të rëndësishëm në fushatën e tij politike. Në Londër, ai organizoi një mbledhje të veçantë me shqiptarët që jetojnë në kryeqytetin britanik, me qëllim për të dëgjuar zërin e tyre dhe për të njohur më mirë kërkesat dhe shqetësimet që ata kanë. Ka ardhur momenti që forca e diasporës të jetë në parlamentin e 2025-ës. Unë dua të jem zëri i të gjithë juve në atë parlament. Të gjithë bashk, neve doja dalim. Unë jam për bashkimin e shqiptarëve. Kristo Papa, i cili është i njohur për angazhimin e tij në mbështetje të shqiptarëve jashtë vendit, përshkroi këtë takim si një mundësi të shkëlqyer për të krijuar një dialog të hapur me diasporën. Gjatë mbledhjes ai inkurajoi të pranishmit të ndajnë mendimet e tyre mbi sfidat e përballuara nga shqiptarët jashtë atë dheut dhe për mënyrat se si qeveria shqiptare mund të përmirësojë situatën e tyre. Të gjithë bashk në 11 maj duhet të bashkohemi të japim votën tonë, të shprehet ajo që është vlera më e madhe e demokracisë dhe të votojmë. Nuk është thjesht një ditë 11 maj. 11 maj është dita më e rëndësishme që juve do jepni mundësi të gjithë shqiptarëve të vendosni atë që doni në Parlamentin shqiptar. Ju pres të gjithë në Tiranë si një deputet i Parlamentit të ardhshëm në Shqipërinë e 2025. Ai gjithashtu theksoi rëndësinë e krijimit të një platforme që do të mundsojë përfaqësimin e duhur të interesave të shqiptarëve në diasporë në Kuvendin e Shqipërisë. Kristo Papa, me përvojën e tij dhe angazhimin e tij të vazhdueshëm për të drejtat e shqiptarëve jashtë vendit, përshfaqet si një kandidat potencial i fortë për deputet të diasporës, duke synuar të sjellë një frymë të re dhe të përfshirë në politikën shqiptare.